Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Pamjet flasin sa mira fjalë, një imazh I bukur tregon gjithçka. Zoom sonte në rubrikën Rrëfim do t'ju nje me 2 persona që I falën emocion krejt kësaj perandorie që e krijuan në vendlindjen e tyre. Faleminderit Albina për kohën që e gjete, e erdhe këtu na vizitove te Villa Astra. Faleminderit për në Zoom, për emisionin tënd. Jemi prej Kaçanikut, jetojna në Kanada me bashkëshortën Teutën, kemi 5 fëmijë, nona është me neve, edhe dhondri e ndriti me mesën tonë të vogël Leandrën që dojna shumë. Faleminderit njëherë që pat rastin me ardhë me vizitu villat tona. Ideja për me investu në vendlindje si çdo mërgjimtar, që çdo ëndër që kemi, e kemi që na vjen koha që një ditë kthehemi edhe të investojnë në vendet tonë. Unë me Teutën udhëtojna shumë, kem vizitu vende shumë të botës, edhe çdo vend që kem shku, kemi morë nga një ide. Çdo gjë, sa herë që jemi ul dikon, ta kemi këtë pjesë të Kosovë. Ta kemi këtë pjesë në vendlindje. Edhe na lindi ideja që të vina këtu në shtrazë të Kaçanikut, në bjeshkët e Sharrit, në Libeten. 5 villa ku secila më e bukur se tjetra. Të jetë një ndjesi si kur je në vendin më të pasur të Evropës, por në fakt gjendesh në shtras të Kaçanikut. Po kemi shumë bukuri natyrore që shikuesit kanë mundësi që përmes këtij reportazhi të njihen me një biznes të hapur së fundme. E zonja e shtëpisë na flet për emrin dhe zanafillën që fshihet prapa tij. Po na për 5 villat e vendosim I bu 5, për shkak se kemi 5 fëmijë. Edhe për shkak të Astra, se emri Astra. Astra vjen prej një fjalë latine, që do me thonin e ka nën yje. To nën yje, jena nalt, yjet ka plot për mi pa yjet. Me pamje mahnitëse, ambiente moderne dhe një ndjesi ngrohtësie që të bën të ndihesh si në shtëpi. Teastra çdo ditë është një përvojë unike, por çka mund të gjejmë pushuesit këtu, këtë tregojnë më së miri vetë ata. Këtu është largësia mbydetare, edhe ajri shumë, mos folmi për ajrin, shumë. Kanë pas edhe vizitorë që kemi pas këto, që kanë thonë që ajri është I mrekullueshëm. Kanë ndi vjetën shumë mirë, edhe pse kanë pas vizitorë që kanë edhe 2 ditë, edhe kanë një shumë vjetën mirë, për arsye që është
i mrekullueshëm, ajri. Se i përket natyrës edhe ajrit, ajo është një gjë që e kam përjetu vetë, se jetojmë këto. Kam qenë, edhe si fëmijë në këtë pjesë, edhe e di shumë se sa ajri i pastër, qetësia, natyra, vizioni që jep sharri, po një gjë që është që japin villat e Astra është janë rrezet që kryqëzohen këto rrymat e ajrit, ku malet e sharrit është ndanë me malet horodope, edhe është kjo pjesa këto që është për herë ndërpren, është kryqëzohet. Edhe temperaturat janë shumë më ndryshe, për shkak se në Kaçanik, nëse jemi tash në Kaçanik do të jetë nëse është 12 ose 15 temperatura, tu e ke minimumin e ke 10, ndalon shumë. Çiftet të cilët janë partner edhe në biznes, konsiderojnë se përparësi e villave të Astra janë dhe këto rryma që kryqëzohen. Bëhet fjalë për malet të sharrit, lubëtenit dhe malet rodope, e që sigurisht njerëzit e rregullojnë edhe shëndetin, duke marrë parasysh që në kohën që po jetojmë, fatkeqësisht jemi me sëmundje të ndryshme. Pra, parsore është ajri, por aktualisht neve po na intereson me ditë cili ka qenë komenti më interesant që ata kanë pranuar nga pushuesit. Po një qift para një jave, ka këto edhe tha që shumë kishin kalu mirë, se sidomos për ndjeja edhe komodita, pastërtia, ajri, ndjesia, krejt ju kanë lidhë e mrekullueshme, shumë e mrekullueshme, kanë kalu qatë shmirë. Dëshiroj që çdo kush ose çdo njëri që ka t'ja plotësohet ëndrat, sidomos mërgjimtarëve që kanë plan të investojnë, të binë të investojnë këto, se është vendi jot. Është vendi mirë, është vendi që pse mos me bo diçka, sikur shumë njerëz që kanë punu, dhe kjo vendi jonë është i ka molet, është bo dhe vend turistik, dhe ka mu bo vend turistik, është molet, është ajri, edhe pse jo, na e banëm ta dhe e realizum, ëndra jonë u bo realitet. Për të bërë kjo ndër realitet, është dashur forcë, mund dhe sakrificë. Prej një refugjati në një investitor milionësh, Zotri Hajdin flet me emocione për kohën e vështirësive që ka kaluar. Kem shkuën, kur kemi emigruar në Kanada, kemi qenë pa gjuhë, kemi qenë pa, edhe sidomos ku ta kaloj oqeanin në shumë një ndjesi tjetër ndryshe, mendon që ke ku ke shku. Atje shteti kanadez na ka mundësu shumë gjonat, në atë aspektin e për çdo gjonë, si për jetes, për shkollim, për biznese, krejt. Ka qenë vështirë, në fillimi, sidomos kur asnjoni, as unë, as të uta gjuhën se kem ditë, një gjonë që na ka... Ka punu, kum punu dhonë, po kjo ka punu Hajdini ma shumë. Hajdini ka punu ma shumë, unë me fëmijët. Ka punu 3 puna, që qash nuk ka mujtë edhe mu knoq me djalin e kena pas të parin, qërimin, e arke notën, në 3 notës, i bajke 3 punë, arke notën e zgjëki për gjumit edhe lujke me ta se s'ke shku. Po u desht me punu ka shumë për shkak se e kena pas edhe krejt shtëpiat e shkrumume. E u desht kemi animu dhe familjes Hajdini, edhe në dhomë familje studiant kena animu. Deri sa u bo mirë, tani dikur edhe vazhdojmë edhe për synimin tonë. Është një gjë që e kjo të uta normal që është shumë vështirë ka qenë, edhe sidomos për mua që i kem pas të uta ka qenë në të rritë qëllërimin kam foshnje, u qesha në mëngjes në orat në 7 orë dalësha në punë, visha mbrëmje
do me thonë tonë ditën kër ndrysha ndrimin, visha vetëm ndrysha teshat, qlenimi ishte të vjetë, kësha punën tjetër. Edhe natën kër visha në ora, për shemë në ora 1 ora në mbrëmje, kisha qenë me lujt me qlenimin, o desh kemi aci gjumin e me lujt. E nja 3 vjetë, kem punu shumë vështirë, po mendimën e Teutës, edhe, do me thonë, edhe shnetin çdo që ne ka dhonë, kem arrit, tani kem fillu mu stabilizu, kem hap biznesin ton, kem fillu me investime, edhe kur fillu të me ndru, kur patëm se çka ofron Kanadaja për neve, tani me ndutëm tani për vend lindje, do me thonë për familje tona, këtu që i kemi. Gjithmonë, çdo sen që kena bu në kanot, çdo çka kena pa për Kosovë, çka kena ble për Kosovë, çdo herë Kosovë, vendlindjen. Për ato, kush do të vizitojnë të Astra, të ju lutem në kontaktoni në Instagram, Facebook e TikTok. Hajdi këtu edhe shijoni vetë, natyren, ajrin edhe villat tona. Qetësinë, bukurinë që jep sharri, lartësinë bitetare, është një gjë që çdo kush e preferoj që ta vjen me ta shijon natyrën, me të malet e sharrit, Libetenit, edhe pamjet që i ka të mahnitse. Çmimet janë modeste, ma mërmenja që janë një gjë që ke mundësi çdo kush t'ja ofroj vetës një gjë që ta shijon te Astra. Imagjino të zgjohësh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villat e Astra në Shtraz ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis.